Pati mes jush të pakënaqur që pse u përzgjedhët ju 4 emrat në listë të sigurt të Partisë së Lirisë dhe mund të ishte dikush tjetër? Ja u shpreh? Ja u kanë shprehur këto? Pakënaqësi? Patjetër që ka pasur një debat të brendshëm, pa diskutim, po mos kishte debat do të ishte problem. Sepse patjetër ty është në politikë dhe të aderosh një parti politike ke edhe ambicet e caktuara që të zgjidhesh dhe të kesh mundësi për të realizuar politikat 5 prioritetet. I trombeni ju që këta zëra të cilët janë kundur mund të lëvizin drejt forcave të tjera, siç ka ndodhur tashmë duke u bashkuar PS-s, PSD-s? Partitë janë bashkime vullnetare. Mund të largohesh nga një parti, mund të shkosh në një parti, sepse ti blidhesh rreth saj për çështje të asaj të misioni që i ke caktuar vetë dhe asaj që do të realizosh brenda asaj partie. Dhe patjetër që ka një ndërgjegjësim, do të thoja, të çdo politikani, që politika nuk është sprint 100 metra, që bën një sprint edhe mbaron garën, po është një maraton. Është një rrugë e gjatë ku ti herë kandidon, herë mbështet dikë që të dali, të përfaqësoj. Kështu ka ndodhur normalisht edhe në partinë tonë edhe në partitë e tjera. Në zgjedhjet e kaluara, për shembull, shumë kandiduan, mbështetën një grup deputetësh të partisë sonë dhe ishte gjëja më normale, të cilët përfaqësuan partinë në parlament. Kështu do ndodhe këtë herë. Kështu që zgjedhjet janë të tilla që është parimi shumë i ditur dhe shumë i mirë për të aplikuar, një për gjithë, gjithë për një.